أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që ta agjerojmë dhe këtë ditë, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu ibadetin e kësaj dite nga ne Allahu ta pranon. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të flasmi për një çështje madhore, çështje shumë të rëndësishme në dinin Allahut Azza wa Jall. Vepër e dashur tek Allahu Azza wa Jall. Siç thonte Ibn Abbasi rahimahullah, thonte 3 ajete në Kur'anin e Kerim kanë zbrit bineç. Nuk pranohet pjesa e parë nëse mungon pjesa e dytë. Cilët janë këto ajete që Allahu Azza wa Jall i ka zbrit bineç. Thonte Ibn Abbasi, thot fjala Allahut Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall thot anishkur li wa li walidej, të jeni mirënjohës ndaj meje dhe të jeni mirënjohës dhe respektues ndaj prindërve. Pra ai që falëndron Allahun Azza wa Jall, mirë po nuk i respekton prindërit, thonte Ibn Abbasi, nuk pranohet tek Allahu Azza wa Jall. I dite ajet thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Binduni Allahut dhe respektoni pejgamberin të Allahut. Ai që është bind Allahut dhe nuk e respekton pejgamberin Allahut e ka kot bindjen ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe i treti ajet thot Allahu Azza wa Jall në shumë ajete në Kur'anin e Kerim, wa aqimus salata wa atuz zakat. Falë namazin dhe jep në zeqat. Ai që e falë namazin dhe ka obligim që të jape zeqatin, nuk e jep zeqatin, thonte Ibn Abbasi, për këtëj që aqa i pranohet gjithashtu dhe namazi i tij. Për atë Abdullah ibn Mesudi rahimallah, Abdullah ibn Mesudi thonte Allahu Azza wa Jall e mëshiroft Ebu Bekër Sidikun, i cili në kohën e tij na vedisoi. Çfarë bëri Abu Bekr Siddiku? Pas vdekjes pejgamberit Allahut, disa besimtar që patën hi frikë në Islam nuk pranuan që japin zeqatin Ebu Bekr Siddikut. Dhe Ebu Bekr Siddiku vendose që t'i lufton ato dhe që merr zeqatin. Omer ibn Khattabi, siç e dim ne, apo siç e parafitirojmë se ishte i vështirë. Megjithatë, në këtë rast Omer ibn Khattabi polemizonte me Ebu Bekr Siddikun dhe i thonte, ja Ebu Bekr, 5 vakti namaz safin e parë, që shpi lufton ata për çështjen e zeqatit. Thonte Ebu Bekr Siddiku, ai që mi don këto dy bineç, ai që e don namazin prej zeqatit, pra e fal namazin dhe nuk e jep zeqatin, vallahi thot do të luftoj. Ata të cilët e kanë dhënë dhe një litar apo një edh në kohën e pejgamberit Allahut, dhe tash nuk prenojnë që të japin zeqatin, do t'i luftoj dhe i luftoj Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu. Jo vetëm që i luftoj ato,
Ebu Bekër Siddiku I luftoi ata që nuk e dhënë zeqatin dhe ja robroi gratë e tyre dhe robroi fëmijët e tyre, që nën kupton se I mbyti ato si jo musliman, edhe pse ishin besh vakt li namaz. Pra vëllezër të ndershëm, çështja e zeqatit është aq e rëndësishme në dinin Allahut Azza wa Jall, derisa thonte Abdullah ibn Mesudi, Allahu mëshiroftë Ebu Bekër Siddikun që na kuptoi se namazi s'ka mundësi të ngritet tek Allahu Azza wa Jall pa dhënien e zeqatit. Pra tha Abdullah ibn Mesudi se Ebu Bekër Siddiku me këtë veprim na tregoi se zeqati është lifti asansori që ngrit namazin tek Allahu Azza wa Jall. Pra Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim ka përmend shumë ajete ku Allahu Azza wa Jall I nënçmon, I nënvlerëson jo besimtarët dhe I fajson ato duke I thonë se përbuzën besimin e tyre dhe nuk e krin namazin dhe nuk e dhanë zeqat, sepse ishin mushrik. Pra ta dietar kanë thonë se dhënia e zeqatit dhe falja e namazit është e kërkuar dhe prej jo besimtarë. Mirë, po për të pranuar te Allahu Azza wa Jall duhen më bëu musliman. Amo nuk nënkupton se ato janë të liruar nga krirja e zeqatit dhe falja e namazit. Pra nënkupton se ato ndëshkohen në xhenem për shkak se nuk kanë besu, po njëkohësisht ndëshkohen dhe për shkak se s'kanë bë namaz, njëkohësisht ndëshkohen për shkak se s'kanë dhënë zeqat dhe kështu me radhë. Pra zeqati vëllezër të ndershëm është obligim shtillë e Islamit. Para të thonë të pejgamberi Allahut nuk ka vepër që tek Allahu Azza nuk ka vepër që Allahu më së shumti që e don se sa farz. Se pyetjet cilët janë veprat më së shumti Allahu Azza wa Jall që I don janë farzët. Për ata përpara njerëz, atyre që ja jepshin zeqatin, atyre që ja jepshin sadakan, si Fudejl ibn Iyad I thonte, mirë se na keni ardhur dhe mirë se ju kemi gjetë juve që sevap tona po na I bani në ahiret pa pagesë. Te jep tha kupton po na çon këto sevape tek Allahu Azza wa Jall pa pagesë. Hamallxhi te Allahu ta çon sevapin pa pagesë. Pra vëllezër të ndershëm, zeqati kur përmendet në Kur'anin e Kerim ka ardhur në 3 kontekste. Pastrimi I shpirtit, pastrimi I trupit dhe pastrimi I pasurisë. Pastrimi I shpirtit, pastrimi I trupit dhe pastrim gjithashtu I pasurisë. Dhe ne kemi tregu se çdo ibadet që Allahu Azza wa Jall ne ka obligu, mirësia e këtij ibadetit nuk shkon tek Allahu Azza wa Jall, te Allahu shkon besimi dhe devotshmëria. Para të thonë te Allahu Azza wa Jall për kurbanët, la yanala Allahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tek Allahu as gjaki nuk arrit. E kishin zakon mushrikët, preshin kurban temel, si që kena na zakon tash që këna kamet zakon për jo besë musliman. A e sërpikshin temelin për bereqet me gjak. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall për çkak se I sërpikshin dhe pragat e dyrëve të tyre me gjakin e kurbanit, e Allahu Azza wa Jall e zbrit një ajet në Kur'anin e Kerim dhe thot se gjaku dhe mishi nuk arrin te Allahu. Gjaki I derdhën tokë, mishin e njeri, te Allahu Azza wa Jall ka arrit, te Allahu Azza wa Jall arrit devotshmëria, te Allahu Azza wa Jall arrit kryerja e veprës që e ke kri për Zotin tanë. Pra Allahu Azza wa Jall nuk e ka dashur as mishin, as gjakin. Pa ka dash bejtije me të provu se Ibrahimi a.s. mor djalin e vetë me therë kurban dhe e përfili urdhrin e Zotit tanë dhe ti e përfili urdhrin e Zotit tanë. Pra te Allahu Azza wa Jall shka arrit, te Allahu Azza wa Jall arrit se ti e rob I Allahu dhe aja Zoti jot me anë të veprave. Praktikisht e ke pranu se ai Zot I jot, ai të ka porosit ti e me nxjerr një pjesë të pasurisë tonë me adhon 8 lloj njerëzve dhe te ki përfillën urdhin e Zotit tanë. Te Allahu Azza wa Jall që ka arrit. Sa Allahu Azza wa Jall të ka kalip? Allahu Azza wa Jall nuk na ka li pas 18%, as 21%, as 24%.
Po paramendon e zekati sa Allahu Azza wa Jall ka lipe dhe na pyetmu 100.000 pyetje për zekatin, vetëm e vetëm ka rasje që t'i ikmi zekatin. Për atë e poshtë arsyeshme që sot të flas se zekati a qelë si bereqetit. Zekati a qelë si bereqetit. Dhe nëse shfletojmë ne se cilët janë bereqetet e zekatit, naeve në nevojitën më shumë se 10 legjerata ka një orë me i majtë për me tregu se sa bereqet ki nëse jep për Allahun Azza wa Jall. Mirë, po para se të flasmi për bereqetin e zekatin që jep, është ta dim se sa Allahu Azza wa Jall në ka kërku prej neve që t'japmi zekat. Praktikisht nëse nuk ke mundësi me kuptu 2.5% sa janë, atëre mund është një send me ndonë 10 pjesë. Qa që Allahu Azza wa Jall edhe ata jo mujore po vjetore. Zekati është obligim vjetor. Nëse e dajmë një pjesë në një send në 10 pjesë, e para pjesë takon ti, e dyta pjesë takon ti, e treta pjesë ty, e katra ty, e pesta ty, e gjashta ty, e shtata ty, e teta ty, e nënta ty, e në mërëmën pjesë ku të arrim ata e dajmë prap në 4 pjesë. 3 pjesë për asaj ty, një fukaros. Që ka që Allahu Azza wa Jall ka lip. Kujti pas ka thonë Allahu ma shumë ati, a fukaros. Pra 97 e gjisë ty 2.5% fukaros. Dhe na i bomë i kopratës të ti. Pra atë Allahu Azza wa Jall ka zrit në ajet dhe ka thonë wa me ju ka shuha nefsi fe ulaike humul muflihun. Dhe vetëmi që shpëtojmë në kiret ato që arrin të shërojnë shpirtin e tyre. Prej qfar, prej qkafit të shërojnë shpirtin e tyre. Prej kopratësisë. Fjala shuh a njeri që i dhimet edhe për vetë. Njeri nëse e kalon që këtë pragin e kopratësisë, arrin të shëron shpirtin e vetë. Arrin të shëron shpirtin e vetë, ta të i kalon në vetën e vetë, që një pjesë e pasurisë Allah të jep për Allah edhe ata në motë. Pra ti kjo pjesë nuk kanë që i joqë. Allah Azza wa Jall ti e të ka po postjerë. Ti duesh emanetin me qunë në vendin ku është përcaktu. Allahu në përmes të ka sprovu. Ta ka thonë pasurin, një pjesë të saj me e dhonë ati që Allahu ja ka përcaktu. Pra pjesë e fukaros, nëse hinë ambarin tanë të banë në helat që mallin tanë, a nëse arrim ti ta te i kalojsh vetën tonë, ta shëroj shpirtin tanë, nga kopratësia Allahu Azza wa Jall thënë Kurani Kerim je nga shpëtimtar. Pra cilët janë bereqetet e zekatit, unë nuk do të flasë sot se çfarë dëshkimi kanë me ato të cilët nuk e japin zekatin për shkak se dëshkimi tira është i të mërshëm. Ka në hadith e pejgamberit Allah të pasuria ti ka më po gjarë për që ka me kafshuën den ditën e gjykimit ai që ka dhonë zekatin. Ka pasuria vetë ka me qenë bara e ti mbi supët e ti, ka me barë të den ditën e gjykimit. Ditën e gjykimit ka mu shkelën, ai ka mu shtipën me mallin e vetë në ditën e kiametit se ka dhonë zekatin, po na do të flasmi sot pozitivisht që ta kuptoj se pse Allahu Azza wa Jall na i obligoj zekat. Pse Allahu ta obligoj ti zekat? Allahu ta obligoj zekatin që Allahu me ta shtu bereqet. Çka do me thonë bereqet? Do me thonë ka dhe një rast bereqet do me thonë me pas pak, ama me pasën me i ja pa hajrin shumë. Në sinin tanë zekati është paksim, ama në realitet është shtim. Fjale zekat është shtim. Ta rrit pasurin. A di që është ta rrit pasurin? Ta rrit pasurin a i cili a i bujk makolla e kupton këtë që është. Që e kupton ki? Në pranver shkon degët e pëjmës ja krasit ki. Pse i krasit degët e ti, kur të shef a i që se kupton, thot gjithë këto degë sa u bon pëjma e modhe të kejtë në tokë mi pas ka qitë. Po mi pas lonë që ato degë, faktikisht mollët t'i japin, t'i bojnë të mëdhoja si kur arët. Mirë po molla më bojnë modhe duhet që ato degë mi krasit. Kjanë zekat. Zekat janë duhet që to kopila në i thojnë, mi hekë këto.
të cilat për shkak se këto ta morin vetëm se energjinë e ushqimit dhe ta damtojnë bereqeti për modhonën, sikur duhet mi eliminu disa sende, barnisht ato kolla me hekën që ushqimin e tokës mos me mor ato, po me mor friti që janë i dobishëm. Pra kja zeqati që kanë thonë pejgamberi Allahut, dhe kja është hadithi pejgamberit Allahut, që disa dietar kanë anu se nuk lejohet me dhonë xhami për shkak se ka përshkujt pejgamberi Allahut është papastërtia e mallit njerëzve. Ka thonë papastërtinë që me shtin xhami. O papastërtia është pastrim për ata, nuk është për xhami. Papastërtia është për ta papastërtinë me hek prej mallit tanë, drishkin e mallit tanë, me hek janë zeqat. Për ata vëllezër të ndershëm, një ndër bereqetat e zeqatit që pastron shpirtin e para çështje nga kooperacia. Transmeton Mekhuli, i cili thot se zeqati është të nxjerrë sëmundjen e kooperacisë nga zemra. Njeri u sa ma kooperat, sa ma dormledh, qash ma shumë i mledhet pasuri. Pejgamberi Allahut e ka përshkujt me një hadith, ka thonë se ai që jep dhe ai që s'jep janë sikur që ato që e kanë veshje e lekin e luftës. Përpara e leki luftës ka qenë, a kupton, do thonë që e kanë veshje e lekin kundra shpatëve. Ka thonë ai që s'jep shtrëngohet deri se ja dan frymën. Konfliktet më dhaja tash familjare kena na për shkak kooperacisë, apo? Për shkak kooperacisë. Ndërsa ai që jep dhe bujar, thot, i zgjerohet je leki ati deri sa ta bëj zhak për toke. Pra shërimi i shpirtit dhe zemrës nga kooperacia. Një ndër bereqetat është se Allahu Azza wa Jall me zeqat, Allahu Azza wa Jall e shton pasurinë. Betohet pejgamberi Allahut betohet në Allahun Azza wa Jall të thot sadakaja asnjëherë nuk e ka paksuan pasurinë. E keni mrin dikan, me keni një për dikan që e ka marru një xhami, edhe si e ka marru xhami, dhe si ta mor të pozën mo hupi. A keni dikan se si shkoj në haqë, mi më ki u varfëru? A keni për dikan? Nuk kem për të një. Për shkak se këto janë ata të cilët e kanë shëru vetën shpirtin e tjerë nga kooperacia, dhe Allahu Azza wa Jall thot me një hadith al-Qudsi, nëse e merë që këtë hadith për sot është mjaftuar. Allahu Azza wa Jall thot ne kemi zbrit mallin prej qielli për ta fal namazin dhe për ta dhënë zeqat. Pasuria ka zri pe qiell. Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Çish ka zri pe qiell. Pa ta caktuar në qiell, në depot e donjosën e merr. Shkoti në depo merr mall, thot shko këshire njera i drejtori sa për të shkruun. Pa faktur s'jab, mina. Faktura në qiell shkruat. Faktura nuk shkruat në tokë. Pra ta ne i keni met qiqona duke me ndu se në tokë na kena me nënshkrujt dhe kena me mor pasuri pa faktur. Faktura në qiell. Depot e Allahut janë në tokë. Pse Allahu e ka zrip mallin, Allahu e ka zrip mallin prej qielli, me bo namazin dhe me dhonë zeqatin, e pastor ka thonë Allahu, jebne Adem unfiq alejk, o biri Ademit, jep. E nëse s'jep, s'jap. Ka thonë jep. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për çdo mëngjes vinë di melek, lutën dhe bojnë dua. Njëri prej atyre thot, o Zot jepi atij që jep. Tjetri thot, o Zot mos i jep atij që si jep. A morë të vesh pse skamje e madhe ka 4-5 vet në puna mos del kur gjo. Ka u bereqeti vëllezër të ndershëm dhe me laqet nuk janë të lutë në favorin tonë, ato janë të lutë kundra nesh. Thot merja platën këtine qoja ka nuk e shefki. Kanë hien 10.000 euro në mujt, nuk e di ka shku. Me ble diçka s'ka ble. Mu pas shifën, thot se di. Ka po shkojmë s'pishovë. E nëse donë mi po, atëre unfiq alek. Jep, t'jap. Me leku thot, o Zot jepi. Ati që jep, dhe tjetri thot, o Zot mos i jep, ati që si jep. Pa zeqati vëllezër të ndershëm erun pasurin që mos prishet. Transmetohet nga Omer ibn Khattabi thot,
pasuria qoftë në deti apo qoftë mbi tokë, nuk prishet përderisa e jep zekatin. Dhe nuk e ka prish pasurinë mbi deti dhe mbi tokë vetëm se mos dhonja e zekatit. Transmeton Dahaki ka thonë, nëse don me kuptu ma thjesht, zekati është gardhi që të arun mallin. Gardhi që të arun mallin është zekat. Që kanë zekat? Pra Allahu Azza wa Jall, kur na ka obligu neve zekatin, na pas ka obligu neve për neve, apo për dobin ton, apo na i pas ka obligu Allahu Azza wa Jall për dobin Allah. Allahu Azza wa Jall s'ka nevojë për asgjë. Ai ta ka dhënë pasurinë dhe ai është bujar. Ai ka thonë lip se qjap, ka thonë sikurse i pari pej birit Ademit dhe i fundit, pej gjinve dhe njerëzve dalin me një vend dhe i lipin Allahut Azza wa Jall kerejt, shka doje qefi të lip. Dhe Allahu Azza wa Jall ja plotson kejt dhe dëshirët që jep atin ve atisa i paksohet Allahut Azza wa Jall nga depot e Allahut. Ka thonë sigur njoni që e merë një qelbon e shtin në ujë dhe në zerë. Sa është paku deti, qatë shpakohen të potë Allah. Kerejtë, multimilionera kejtë mi bo Allah o zogjel. Pejtë e Ademi dhe të i fundit. Njerëzit dhe gjinët që thua se gjinët janë difish ma shumë se sa. Njerëzit, kejtë mi bo Allah o bilionera, pe Allahut Azza wa Jall prej depove të Allahut, e sa pakot, si kur njoni me morë gjelbonën e shtinuj, edhe në zërë, sa e ka pakut detin, qaqë. Depote Allahut Azza wa Jall janë të stërmbusha mirë, po ne nuk kemi gabu adrezë. Na nuk po dim që shme shku të zoti jonë. Për atë Omer ibn Abdulaziz i thënde, namazin njeriun e shtin të hecën dhe në gjithë rrugë. Pasta i vjen agjerimi, tha, e shtin me shku dhe me arrit deri të pragu, deri të dera e mbretit. E zekati, tha, e shtin mrena. Na përmej mrena janë duhet qelë si pasuris, qelë si bereqetit, qelë si shtimit është zekati. Zekati vëlledhët të ndërshëm të arrin të rahmeti Allahut Azza wa Jall. Thotë Allahu Azza wa Jall, wa rahmeti wasiat kulle shej. Dhe mëshira ime ka përfshi çdo sen. Fese ektubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakat. Kush janë më meritor për rahmetin e Allahut dhe kujt Allahu Azza wa Jall ka përcaktuar rahmet? Që të dy lloj njerëz. Ato që kanë ndrohu Allahun dhe ato që japin zekat. Na me agjerim e arrim shkallën e devotshmërisë. Shkalla devotshmërisë do me thonë që ti me jutut zotit tanë, ku të thoi Allah me bo, ku të thoi Allah me ndalu me lonë, që kjo është devotshmëri. Kër e vetë Omer ibn Khattabi, Ubej ibn Ka'bin, thot, qka është devotshmëria, thot, ja emir al-mu'minin, o prisi musliman, a ke morë dhe një rrugë dhe një herë që në ta ka pas thera? A ka ndodhë që dhe një herë që ke esë në një rrugë ka pas thera ta? A ki ndodhë dhe njerë që ki qenë këmë zbathur, tha po. Tha qka ki bo? Tha jam rujtën mos shkelin thera. Tha që kjo në devotshmëri. Murujt mos me heron gjuna. Murujt mos me bon të një vepër që i ndonë zotin tanë. Murujt që mos me lonë mongësh urdhin e zotin tanë, kjo në devotshmëri. Pa rahmeti wasiat kulle shej. Rahmeti Allahu thot e ka përfshi çdo send. E në veçanti, thot, unë ja kam përcaktu atinve të cilët kanë ndro Allahun Azza wa Jall dhe japin zekatin. Për atë vëlledhët të ndërshëm, thonë të mujahidi, la jerhamullahu men la jerham el fakir bi zekati. Allahu nuk e mëshiron një njeri, a i cili nuk e mëshiron një fukara me pasurin e ti. Allahu nuk e mëshiron një njeri, a i cili nuk e mëshiron një të varfër që shtrin dorën para ti. Zekati vëlledhët të ndërshëm shëron të sëmurit. Nuk ka ilaç më i mirë se sadakaja, në veçanti zekati, se zekati është shumë madhor, më madhor se sa sadakaj. Për çka se thot Allahu Azza wa Jall me një hadithul Qudsi, nuk më është afru robi im me diçka më të dashur të unë se sa zekat. Për atë ka një hadithi pejgamberit Allahut,
që thonë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mjekoni të sëmurit tuaj me sadaka. Me sadaka parimisht është me zeqat. Nëse donë më shëruën, nëse donë Allahu me të arrujt shnetin tënë, nëse donë Allahu azza wa jall sëmundjet tua mi largu, jepe zeqatin. Se sëmundjet ka mundësi janë pasoj e mosdhënies së zeqatit. Para pejgamberi Allahu thonë të shëroni apo mjekoni të sëmurit tuaj me dhënien e zeqatit. Ka mundësi shumë belaja në këtë dunja dhe sëmundje që janë për hapën këtë zaman, janë pasoj e mosdhënies së zeqatit, për shkak se zeqati që të arun shëndetin tanë. Allah jo vetëm të arun, po të shëron. Allësa njerëz njo për shkak sadakas lëmoshës së tyre, për shkak dordhonjes së tyre, Allahu azza wa jall ja ka larguan shumë bela, shumë sëmundje nga trupi i tyre. Parat Abdullah ibn Mubarak i thotë sadakaja lëmosha apo zeqati e largon sëmundjen. Ibn Qayyim i thonte lëmosha ka ndikim të çuditshëm në largimin e sprovave dhe sëmundjeve. Përpara kur kam pas problem diçka, kupton, ka dhënë sadaka, para çështje, para se më shku te mjeku. Për shkak se thot ka ndikim të çuditshëm që sëmund njeri me amor men. Pra një njeri, një gjallë i ri u paraqit analizët i kishin dalën katastrofë. Dhe qka të bajnë, thasë e kam dhe një kontrolën e fundit, amo si duket, janë në fazën e fundit. Të shqepë sadaka. Jepë sadaka gjenë dikan që janë shmaj nevojshëm këtë dunjo. Dhe kër e ka bon pas 3 ditëve, analizët i kanë dalën sikur loti pa kukur, sikur mus me pas kur gjo. Njof njerë të cilët, dhe ju kam tregu dhe ndersët e kaluar. Ka bo telefon, a kena drejt aparatet babës me hek për çka këse, vetëm se veshket ju kanë kalë, nuk ju funksionoj. Moshknik nuk i punoj. Mëlqinja ju ka prish. Zemra nuk i punon, vetëm 25% pra kanë shkafun. Organet kerejt kanë mbaru. Me sadaka sot e kësaj dita i gjallë hec, nuk kanë kohët për asgjë. Pra Allah të ndërsëm, nëse sadakaja ka këtë dikim që dhe merë me një zeqat, për shkak se Allahu azza wa jall nuk ta pranon se sadakan tonë për deri sa ti nuk e jep Allahu tanë zeqatin. E pse të dhimë ti? Te apo të utër se po të eket dhe një smunje, dhe një derë, dhe një gajle. Pse pytë shumë për zeqatin? Ka 2.5% vetëm. Kurse zeqati faktikisht është bo obligim në Mekke, e pastaj në vitin e ditë është përcaktuar në Medinë. Kurani Kerimit i shleton zeqati. Zeqati përmenet Mekke. A mos sa me dhonë, për cëllin madh me dhonë, këto detaje s'kan gjenë Mekke. Jep pej pasurisë donë, dosh me dhonë. Ndërsa në Medinë janë përcaktuar 2.5%, 5% ajo që gjindet do me thonë thesarin tokë, dhe kështu me radhë, 10% asaj tokës të cilën e cila ujitët me shi dhe kështu me radhë. Ka ardhën përcaktimet e zeqatit, sa mi thë lopë, sa me dhonë, detajet, kanë ardhën Medinën në vitin e ditë të Hijrit. Ndërsa në Mekke ka ardhë zeqatin në mënyrë të përgjithshme që duni me dhonë. S'ka mundësi njeri me shku të Allahu azza wa jall, kurse më ka pratë. Nga bereqeti i zeqatit është se zeqati e shuan i dhrimin e Zotit tonë. Ka thonë pejgamberi Allah se sadakaja kur përmenë në Koran nuk do me thonë që të herë është lëmosha vullnetare, po përmenet e zeqatin në formën e sadakas. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sadakaja lëmosha janë ata që e shuajnë i dhrimin e Zotit, si që shuan uji zjarë. Pra Allahu azza wa jall i dhënohet me njeri mirë, po sadakaja vjen apo zeqati është pengesë. Thonë të Sufjan e Thauriu, zeqati është mburoja nga zjarmi. Fudejl ibn Iyad i thonë të jep që Allahu të jetë i kënaqur me ti. Sadakaja dhe zeqati janë ato që e shukin flakën e gjunove.
Ser që ta dhesh flakën e gjunove, sadakaja që e shun. Sadakaja lëmosha vëllezër të ndershëm mashkije në ditën e Kiametit. Kja bereqeti i zeqatit. Se Allah e ka lip zeqatin që mos të rish në dilë në ditën e Kiametit. Ka thonë njerëzit në ditën e gjykimit do të rinjallë dhe dielli do të jetë mbi kokat e tyre. Njerëz që ndërojnë në dilë 50.000 vite në kam. Ulen ato namazlit. Kemi të regu se Ibn Kajmi thot pa qëndru para Allah në kam se kje qare. Janë akiret kemi qëndru 50.000 vjetë janë këtë dunjo. Ai që ka bo namaz këtë dunjo ulet në ditën e Kiametit. Po ai që ka dhonë sadaka është në njëjen. Para transmitohet nga Ebul Khajri që nuk lind të dilli një ditë. Dhe këta në gjënë me përmenjë, Ebul Khajri. Dhe ke nuk ka lind një ditë dilli e ai mos kish dhonë lëmosh për Allah. E kur e pyetën ata pse, tha se kam qef që hija në ditën e Kiametit as një qast mos të mike. Jo një ditë dill e një ditë nije. Ebul Khajri për çdo ditë jep ke diçka sadaka kur e pyetën ata për çka? Për çka se than kam dëshirë që as një çast ditën e Kiametit hija nga unë mos të hike. Said ibn Musejbi thonte zeqati është mbulesa jote në ditën e vapës. Ditën e vapës nuk ka hije, nuk ka freski përveç se ai që është ka hi në hijen e sadakas së tij. Kondicioneri ti sa punon ditën e Kiametit aq sa ka dhonë ki sa ka qenë bujar këtë dunjo. Pra thonë të pejgamberi Allahu shtatloj njerëz do të hinë në hijen e arshit Allahu ditën e gjykimit, që s'ka hije përveç se hijes së arshit Allahu. Siç ka ardhur në transmetim. Janë për atë ai që ka dhonë me dorën e gjallë që se ka pas dorë më. Do të thonë e ka dhonë për Allah. Jo e ka dhonë mu për me. Kemi dhe asisoj njerëz të cilët kanë qef një leva me amaruan të modhë dhe me jashkujtejmë një në ti, se unë e kam dhonë që këtë sadaka. Kemi dhe për atin në qef ku ta japin një sadaka, jep zeqatin, verbi përëndimi, pastaj thot, e dhash zeqatin, xhami, hoxha, as një kafe s'ma qitë. Do thonë që a i kështë dhonë për kafe. Qka po të duket xhami atia kafeona. Pra vëllezër të ndershëm, ai vend se me mbuluan atë lëmoshën e vetë që mund të madhu tek Allahu Azza wa Jall, ai ka dëshirë të përmenet në çdo skaj se kja është ai që e ka dhonë. A e ke dhonë për vete, mbuloje, prite, se ka me të bën hije në ditën e gjykimit. Zeqati vëllezër të ndershëm, është që i shlihen gabimet, gjunoat dhe i rregullon ibadetet. Çka ke mangësi namaz, që ke mangësi në agjerim, që ke mangësi në ibadetet e tua, sadakaja zeqati që i rregullon këto mangësi, edhe i shlihen gabimet. E kuptove ti pse në sadakatul fitr në fund të Ramazanit në jap mi ka një sadaka për ta rregullu, për ta arnu agjerimin tu. Për ata pejgamberi Allahut ju drejton të tregtarëve dhe thonte rregulloni biznesin tuaj me sadaka, me zeqat. Se njeri kur an biznes, ka njerë rëshet goja, rrejnë do njerë, ban bese, gjem ka arë malli, a kurse malli ka arë që një muj sa ka punë mushit, aje mitët të e fresku, të e fladit, e thot taze tash sa ka ardhën pjare, pra ka mundësi të ndodhe, pro sadakaja dhe zeqati ka arë që ti përmisoje këto gabime, ti shlije këto gjunat. Leo të ndërshëm, më rëndësishme është si zeqati e zbut zemrën. Nëse zemrën nuk të ka zbutën agjerimi, zemrën nuk të ka zbut imani, zemrën nuk të ka zbut namazi, falës e 50 vjetë, a i gnoqë në të tha korë, atër e jep zeqat, se zeqati është a i cili e zbut zemrën dhe e largon në vrashësin nga zemrën. Pra transmetohet me një hadith që e ka dhënë Imam Ahmedi, nëse dëshiron që zemra të zbutet, ushqeje të varfërin. Po Malik ibn Dinari thonë të faktikisht fortësia, përvërësia e zemrës është rezultat i mosdhënies së zeqatit. Se njerëzit sot në foli gjithë ditën s'ka mundësi që fjala jote të depërton zemrën e tij. Për çka se vëlla ai e ka hakin e Allahut e ka shtin në xhepin e vet. Hakin e Allahut e ka shtin në barkin e vet.
hakin e Allahut Azza wa Jall, hakun e të varfërve, hakun e qerve, ai e ka shtin barkun e vet, e ka shtin ambarin e vet. Për ata ju kanë bo zemrë që thonë të Allahu Azza wa Jall si gurët edhe ma të vrash se gurë. Se nga guri ka shprez do njerë me pëlsit guri me redh burim pe ati. A më pi zemrës ti, abo qelik, s'ka shonë sa mu zbut zemrë ati. Pra e qështja të cilën ta zbut zemrën tonë dhe ta shijon ambalsiren e ibadetit tanë, qelë si kësaj është zeqat. Lëmush. Për para njerës kër shkoshin edhe ndërës, parë se me shku ndërës ishmin sadaka. A di pse ishin sadaka? Që bereqeti dërësi dhe atë që ndëgjohet që të depërtojët zemrën e tërë. Na shkojmë sot për shembull ndërës, nëse shkojmë, nëse kena vakt, elbet me nëra vakti, shkojmë që të ecë dita se kur qi se ecë. S'po kena shka me bëhë dull. A nuk shkojmë na me mësu diçka që mu afru të zoti jo. Na nuk shkojmë na me mësu fenë tonë, që ne mu na uzbutën zemra jonë. Nuk shkojmë na që me shpresu që me lekët që në rëthojnë neve që të na mëshirojnë dhe të na shoqërojnë. Me lekët të cilët prezentojnë një fënjifen me ti, e kur të shofin t'jen me gjlis një dit me mungu ato të vizitojnë. Ndoshta aj komshia e jotë, dosti i jotë, miki i jotë, kur nuk qef, aj të vend të shpia, edhe të viziton dhe ban doa për ti. Me laqe e cila prezenton ndërës, me lekët të cilat prezentojnë ndërës, aq numri madh ka thonë pejgamberi Allahut prezentojnë që një për minja, qaq kalaballëk që s'kan vend deri në qiell. Para mendohet ti në mesin e kujtje, në mesin e melekëve. Për të mësu fejnë Allahut Azza wa Jall, me mësu halalin dhe haramin është më e rëndësishme se me mësu Kur'anin. Për çka se në këtë formë ti din të adhorosh Zotin tanë. Edhe ti ku ta jepsh zekatin e din se pse jam të edhon me plot dëshirë. Dhe nuk shkon me turpëru të varfërin, mundohesh që ti, si kur përpara që kanë qenë të parton, pasurin që e ngëtëzershin ato e parfimoshin, edhe nuk ja ipshin ati fukaras pinalt. Qëtu, dorën. Po dorën ato e shlojshin poshtë, ishin merë. Që dora ati që jetë manal, se ka thonë pejgamberi Allah, se dora që janë manal, është me vlerë se dora që janë poshtë. Për çka se thonë dhe ti se vapat për najqon në akiret papages, shtitash në edhe dorën edhe me të shtip tije, edhe me të nënçmu tije, edhe tije me të nënvlerësu. Ti bolë që për najqon se vapat, mos më konë tina që ka bojmë, ku e japin se gjatë. Dhe kohën akri zaman, që ka thonë pejgamberi Allah, ka mushtu pasuria, ka me dal njeri të nditën, kejtë Ramazanin ka me ecë, ka me gjithë njeri kujtë me adhonë se gjatë. Kejtë njerës kanë të të sumdu. Së më du. Bereqeti malë, kejtë njerëzit kanë. Kjo këto janë ditët më të shtira kur njerëzit s'kanë ku me dhonë zë gjatë. Se Allahu Azza wa Jall ka po? Allahu Azza wa Jall atë shumë i jebë muslimanve bereqet në atë kohë që njeri ju të lashën brengën më të modhe të Ramazanit do të ketë ku me dhonë zë gjatin, kujt me adhonë, gjenë ma dikan që e meriton, që e jebë zë gjatin. Kjo është dita ma e gëzushme muslimanve të saj kohë. Andërsa sot ki e plot për rrëth edhe ti e ki pasisht ki se meriton. Ki si duhet ki. Ki kështu edhe ma mirë pelon të unë. Për këtë arsi e bonë zemrët e gurta, vrashtohen zemrët për shkak se nuk i ipat për Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu, ledhë të ndërshëm zekati, anë që e mbron njerëzën mos ketë përfundim të keq, vdekje të keq. Ka thonën, pejgamberi Allah sanai ul ma'rufi taqi mesari su. Veprat e mira janë ato të cilët të ruajnë nga të këqijet, po të ruajnë gjithashtu që mos të kishe përfundim të keq. Sufjan Thauriu thot, nuk di njeri që ka thonë, nuk di njeri që ka qenë bujar e ta ketë pas përfundimin e keq, të nuk majnë menun. S'ka mundësi njeri që jetë bujar e ta ketë përfundimin e keq. Pra, Ibrahim an-Nakhai u thonte se zekati e largon sprovën në çastin e vdekjes. Çasti i vdekjes, çastet janë më të vështira në jetë. Ai që ka thonë zekatin është që njeriu t'ia largon
telashet e vdekjes, provat e vdekjes ja largon njeriu. Zeqati vëllezër të ndershëm e ban njeriu që ta shijon ambëlsirën e imanit. Zeqati vëllezër të ndershëm që e shumë fishon pasurinë. Çdo sen që cilën ne japmi Allahu e 10 fishon, vetëm te zeqati Allahu e ka përmend e 700 fishon. Një jep 700 Allahu t'i jep. Në zeqat edhe ma shumë. Allahu Azza wa Jall ka thonë methalu ledhini yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ato të cilët e japin pasurinë e tyre për Allah. Ato që ja gjejnë në vendin zeqatin, në vendin e duhur që e japin për Allah. Në veçanti këto a përmend për Allah. Në rrugën e Allahut, nëse jepet zeqati, nëse jepet sadakaja, ka thonë shembulli i tyre sikur shembulli i bujkut që e ka një farë e mell pi një farës, i bin 7 kallin, çdo kallin nga 700 kokra, dhe thot Allahu ja shton kuj doje sa doj. Me thonë sadaka 1/10, Allahu ta shton. Për ata njoni thonë dhe kupton, sa herë që kam telashe dhe skamje e jep unë 10 dinar, Allahu Azza wa Jall mi kthen me 100 dinar. Unë 10 i jep, Allahu 100. 10 i jep, Allahu 100. Tha për një me që shtu, ta po valla. Sa herë që i jep, Allahu më kthen. Edhe një ditë kim, ishin mikën parën në kolet, mrejna, ku do një nëzirë, 10 i jep, prit se po ja kther Allahu 100, prit se po ja kther Allahu 100 s'ka. Thot, mara thot, unë moti mara i kam thonë sa pun më këthi. Thot, ti ki dhonë me provu zotin tanë, unë i kam dhonë me bindje se Allahu mi kthen, kjo ka dëllim. Ti ki dhonë me provu zotin tanë, kushim ti e keve, ti me provu zotin tanë. Po Allahu Azza wa Jall në zeqat, Allahu e 700, me 700. Kështu Allahu Azza wa Jall në zeqat, Allahu Azza wa Jall bjep atë shumë bereqet që nuk mund të përshkëruje askush. Nuk ka matematik që mund mi dal me kalem, me lapë, në fund ti si. Sikur se dhenë, të ekipa dhenë. Me miliona dhenë therën Bajram, Kurban Bajram, apet që të një Bajram, apet ka me miliona. Qish, kalzon, të kalzoj, se di. Di kam pasën që të një mod 100, ka u banë nuk e di. Bereqeti Allahu Azza wa Jall ka quk të këtë bakti që e intereson. Nuk ka matematik që mundet me definu këtë qështje. Pra se qati vledhët të ndërshëm 1/700. Ti 2.5 herë 700 banë e sapë sa Allahu Azza wa Jall më t'i këthe. Nëse ti e jep me kënaqësi, pra Allahu Azza wa Jall është ai i cili thot, ju që jepni pasurinë me shumun, kamot, që ja jepni njerëzve me 10%, me 15%, me 20%, thot fela yerbu indallah, te Allahu nuk shtohet. Ju që jepni kam ata për me rrotullu, ju që jepni në për gazino për me rrotullu parët. Ser ju rrotulloni aparat jesin pa parat. Ti jetë në aparat, para aparatit, ajo nuk qetë be vla, nuk të shumon për vetë se ku të lezojnë më ftirën tonë se po del le, atër e të ishlogja një vidinor që të ktheja apet. Si nëse broma apet, shumë me në të ditë. Për ndryshe vledhe të ndërshëm, thotë Allahu Azza wa Jall, ata që i jipni, për me shumu të ki njerëzit, ata që i një biznis me njerëzit, ai që i në biznis me njerëzit, te Allahu nuk shtohet, ata që i jepni te Allahu zeqatin, Allahu Azza wa Jall që ata që në bereqet dhe Allahu Azza wa Jall e shumë fishon. Për ata vledhe të ndërshëm, zeqati është që mjell gjithashtu dashuri mes njerëzve. Për shkak se ka shumë pasuri që janë shkatru për shkak gjelozijës. Kishin qenë di vllazni, e këshin pas një bab pasanit, dhe baba para se me dek e donë pasurin për gjys. Këtiri e jep 200 dhen, edhe qëtër jep 200 dhen. Mirë po mas i vdes baba njoni hajrësës, edhe i shetë këto dhen, kanja i ha, kanja edhe i sot. Mirë po ki vlavi vetë, pi 200 i bonë këtire 1000, i shtohet dhe fillon ki me gjolozu. Edhe këtam ki me mësi shumë, shkon të njoni e paguj, thot po të paguj sa dërsh, vetëm se, ta mësishojsh hased, zili, smirë, ndaj vlevit vetë, të ta mësishoj të vlevin tem, që edhe këti t'i ngordhin, t'i cofin, të bomu para parë, të nga lajt, të nga lonë.
Thot po vëllavi, thot që ka qitën baktin të me kollot, të cili është, thot unë të kallëzoj. Kur dalin a gjenë skajnë që kupton fshatit apo qytetit, edhe që po venaj me bakti dhe ki thot vëllavit vetë, këtine që e ka pagujt, ka njerë që këtine më sishoj, ka thonë këshire thot hapisin të mirë tash se po verë vëllavi emë, po këthejë në shpi. Thot gua, thot që gjelarë, thot qëfarësi një pase, edhe që rohet, jam mësishon këta, kalon vëllavi vetë, edhe se ditë së liansë kisë në mësishon vëllavi në vetë. I merë në qafë edhe si të vetë. Për këta si e vëllëve të ndërshme me zeqat, qka bëhet, qka ndodhë të na, nuk të mësishon fukaraj, nuk gjelozon fukaraj, se gjelozia e ti të shkatron pasurinë edhe ti. Gjelozia e ti të shkatron pasurinë e ti. Amo ti kur t'janë gjithë dorë, për ata ka thonë pejgamberi Allah, ka thonë nëse ibni sadakon familje, ajo shkëruhet diherë, është e dyfishohet, një pse kini dhonë sadaka, një pse kini mojtë lidhjet me farefisnin, se kur kush nuk të mësishon dhe nuk gjelozon ma shumë se ai që i kje në pragin e derës tone. Për ata këshire në pragin e derës tone kanë e ki, edhe ai gëzohet se ki se thot ku të vene Ramazani, apet më jep. A më shku në 3 Ramazane, sa me dhonë, fillon ai me gjelozu nga i teja dhe me ta shkatru edhe pasurin tonë. Mësishja është hak. Ka thonë pejgamberi Allah, mësishja është hak. Dhe vdekja umetit në akhiri zaman, shumica e vdekja së umetit ka thonë për mësysh. Vdeq për sulm, sulm zemë. Sulm zemë në asë që kja mësyn shqipër. Dhe të regoj, inshallah, se si shejtanët deportojnë trupin e njerit dhe si jetojnë ato dhe pse jetojnë, pse nuk dalin. Pse ato inë trupin e njerit. Në përmet mësishit, në përmet gjelozis, në përmet magjis, ama si hinë dhe pse nuk dalë. Dhe sot e kisha ndërmen të flasë në datë temë, le do të ndërshë. Po zeqatja është ajo shtila islami që ne duhet të kuptojmë, se pse e jep zeqatin ti nuk varfërosh, pse e jep zeqatin ti pastrosh dhe pasunosh. Kjo është rruga e pasunis, kjo është rruga e shtimit të pasuris. Para të le do të ndërshëm, ka thonë, këta dhe thotë se zeqati është ura e islamit. Zeqati është ura e islamit. Njeriu nëse nuk e jep zeqatin, bje për urës. Bej për urës islamit. Gjithashtu, me dhonjër e zeqatit, njeriu shpëton nga dëshkimi varë. Kur vinë me lekët, për të mo azabë njeriu në varë, ka armi një transmitim del zeqatit e kokë, apo del nënën e gjallë dhe thotë s'ke mundësi të mirë të ndëshkosh nga unë për shkak se ki ka qenë i kujdeshëm që ta jape zeqatin. Para thonë të Muhammed ibn Sirini, ndryqoni varezat e juaja me zeqat, nga se zeqati është ndryqim i varit tuaj. Hamad ibn Zejdi thotë kush e jep zeqatin, edhe vari nuk e shtrengon atë njeri. Zeqat janë siguri në ditën e frigës. Thotë Allahu Azza wa Jalla alladhina yunfiquna amwalahum. Ato që cilët e japin diçka nga pasuria e tyre, ato që japin nga pasuria e tyre, pra ato që e japin zeqatin, wala khawfun alejhim wala hum yahzanun, s'ka frikë në ditën e kiametit kur friksohen njerëzit edhe as ka brenga për to. Pra Ibn Abbasi e ka komentu këta jetë, ka thonë se siguria e të friksuarit është në zekatin e ti. Zekati është që njeriun e ban që mos të friksohet kur të takohet me Allahun Azza wa Jall kur të ringjallën ditën e gjykimit. Ndihma e Allahut në vërtetësi vjen nëpërmes zekatit dhe lëmoshës. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhi. Allahu ndihmën e robit të vetë të tij, përderi sa robi i ti është ndihmën e vëllavit vetë. Me shka e ndihmonaj me zeqat? E ndihmon me lëmosh. Allahu Azza wa Jall është ndihmën e ti. Allahu Azza wa Jall dhe të ndërshëm njeri që plotson fen me dhonjën e zeqat. Ai që jep zeqatin e plotson fen e ti, nga se Islami është ngrit në 5 shtillë. Nëse ka një shtillë shahadet, nëse ka një shtillë, a ka mundësi kulmi të rrinë me një shtillë? A ka mundësi kulmi të rrinë vetë me një kam? Ka s'ka mundësi me një shtillë, për ata kanë arë bineq,
si e thash se zeqati edhe namazi janë shtillët të islamit. Njeri e plotson islamin e tij me dhënien e zeqatit. Pra vëllezër të ndershëm, gjithashtu zeqati që të dhuron të kish përfundim të mirë. Zeqati që njeriu që ndriçon fytyrën, dhe zeqati që njeriu që largon brengat, telashat dhe problemet. Nëse ke probleme, nëse ke telash, nëse ke gojlë, jep lëmosh sadaka me këtë nijet. Jep lëmosh, jep sadaka, prakisht jep zeqat. Zeqatin ku ta jepsh, jepe me këtë nijet. Do ta shif se si Allahu Azza wa Jall t'i largon brengat, ka se ka thonë pejgamberi Allahut, kush ja largon një breng një muslimanit, Allahu ja largon brengat e dunjos dhe akiretit. Kush ja largon një breng të muslimanin këtë dunjo, Allahu ja largon brengat të kësaj dunjos dhe të akiretit. A ka brenga më të mëdhaja se brengat e varrit dhe brengat në ditën e ringjallës, po brengat e kalimit të urës së siratit. Për atë ka thonë zeqati është ai që transferon dhe kalon njeriu mbi urën e siratit. Pra me thonë një zeqatit njeriu kalon si vetim mbi urën e siratit për çka se ka thonë hakin e Allahut Azza wa Jall. Për atë thonë të pejgamberi Allahut, nga mirësia e islamit është apo kush ja largon një breng muslimanit, apo ja lan një borxh muslimanit, Allahu Azza wa Jall ja largon brengat e dunjos dhe akiretit, dhe Allahu Azza wa Jall ja shlien borxhet e akiretit që i ka tek Allahu Azza wa Jall. Zeqati është ndërmjetësues për njeriu në ditën e gjykimit. S'ka ndërmjetësues më të mirë. Zeqati, vëllezër të ndershëm, është njeriu që e fut në xhennetin e Allahut. Para transmetohet nga Abdullah ibn Salam, një sahabi që e ka pranu islamin, kur ka ardhur pejgamberi Allahut në Medinë, tha, krejt vrapuan mas pejgamberit Allahut ta shohin, unë ishte edhe njëri prej atyre që i vrapova. Pa Abdullah ibn Salam në atë kohë si ishte musliman. Ishte nga dietarët e çifut. Ta kur e vërejta Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fytyrë, e dita se këndikansh ki njeri gënjeshtar. Ta i ndriçon të fytyra dhe nuk u shifte fytyrë se ç'ki njeri gënje. Mirë, po doshta ta vërtetoj se është pejgamber a nuk ka pejgamber. Para ta thash t'ja prashtroj 3 pyetje. Dhe i thash ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Salam ishte prej dietarëve që vut. E dinte ta dallonte pejgamberin pe jo pejgamberin. Tha po ti parashtroj 3 pyetje. Pyetjen e parë ja parashtroj pejgamberit Allahut dhe i tha, cila është shenja e parë e kiametit? Pyetja e dytë, ta kur fëmiu i përngjason babës, prindërve, miqallarëve, dhe kur fëmiu i përngjason ndaj Allahut. Pyetja e tretë, ta cila është ushqimi i banorëve të xhennetit? Cili është ushqimi i parë që han banorët të xhennetit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet dhe i thot, shenja e parë e kiametit është zjarmi, lindja e diellit nga perëndimi, apo zjarmi i cili grumbullon njerëzit në tokat e mahsherit. Ta fëmiu i përngjason ndaj Allahëve nëse uji gruas e muan ujin e burrit. Nëse ana sjelltas, tha atëre i përngjason miqallarëve apo baballarëve. Ta cilën është ushqimi i parë i banorëve të xhennetit, tha malçia e balenës. Atëherë u sjell Abdullah ibn Salam, pejgamberi Allahut e kuptoi çka do me pa. Do me pa vulën e pejgamberit Allahut që e kishte pejgamberi Allahut mes dy shpatullave. Atëherë pejgamberi Allahut e heq mishën, e zbulon pejgamberi Allahut shpatullat, e pejgamberi Allahut vulën e pejgamberit Allahut e ka pasën në shpatull në anën e majt. Vula e pejgamberit Allahut ka qenë në madhe sa një vezë e plumbit. Sa vezët e plumbit. Dhe ka qenë lëkura pak e ngritur. Dhe në ta ka pas disa qime. Kjo ka qenë vula e gjithë pejgamber. Kjo ka qenë vula e pejgamberit Allah. Vula e pejgamberit Allahut ka qenë qështu. Abdullah ibn Salam e ka ditë. Kur e ka pa, ka thonë, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Dëshmoj se s'ka zot që meriton adhurimin pos Allahut
dhe dëshmoj se je i dërguar i Allahut. Tha ja Rasulullah, populli që fut a populli pa drejt zullumqtar. Tha janë njerëz të pa drejt. Tha a ka mundësi kur të vinë që i futa tha msheje mu e për mas. Vete për mu kush jam, edhe une po dalë për publikoj islamin, edhe pas taj këshire shka bojnë. E veproj për jamere Allahu të mshejti, tha, Abdullah ibn Selami, tha e njifni, tha po, aja është i pari jonë, ma i miri jonë, fisniku jonë, i gjalli fisnikit tonë, i ndershmi jonë, ma i ndershmi, filluan me lavdru gjithut. Kur dërë Abdullah ibn Selami, tha, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu rasul, tha dëshmoj se s'ka zot tjetër që meriton adhurim pas Allah dhe Muhammedi është dërgë Allah. Ta kia është ma i nditi jon, i birit nditit ton, ma i keqi jon, i biri i keqit ton, fillon e që mu, ta kështu janë gjifutët, ta do nuk ndryshojnë dhe nditër e kiamet. Pasaj Abdullah ibn Selami tha, parët fjallë që i kam ndëgju prej pejgamberit Allahut me veshin tim, pasi që kalova në Islam, kanë qenë këtë fjallë. Pejgamberi Allahut ju drejtut, pra një tha, ja ju annas, efshu selam, ojo njerës për abne selamin, jebni selam me njëni tjetër. Se selami a që bereqet qonë në shpit, bereqet qonë tek njerëzit. Abdullah ibn Abbas i thënë të selami, ashtë sikur magjia që i banë shërë, selami banë khajrë. Me pas magji halal kishte i qenë selami. Me dikan që nuk duash, jepi selam, do të shifë se ke me dasht edhe atë që se ke dasht. Pra të ja ju nësë efshu selam, ojë njerëz jepni selam. Taam jepni me ngëron qerve të varfër. Këto anë se qatë. Jepni me ngëron të qerve. Wasilul arham, oni lidhjet me farefesnin. Dhe falni namaznaute kur njerëzit janë në gjumë, të dhulul gjennet e bi selam, keni me hinë gjennetin Allahut me selam. Pra vlehët të ndërshëm, a pasmi mundësina me hinë në gjennetin Allahun këtë Ramazan, nëse japmi zeqatin, e shpëndojmë selamin, i majmë lidhe me farefisnin, i ushqejmë të varfërit, bojmë namaznaute që shbojnë këtë muslimanët, atëherë thot pejgamberi Allahut, inshallah keni me i rahat në gjennetin Allahut. Lusim Allahun azza wa jall, që Allahu azza wa jall të në vedisoj, të kuptojmë se ibadeta që Allahu në i obligoj, nuk në obligoj për vetën e ti, dhe aja është i pa nevojshëm për ta. Pa Allahu në i obligoj këtë ibadete që na t'ja shohmi khajrin këtë në ibadeteve, na t'ja shohmi mirësit e këtë ibadete, t'i shijojmë bereqetin e këtire ibadete. Bereqeti ma i madh pas krirjes së namazit është zeqati dhe lëmosha. Këto janë mirësit të mëdha që Allahu azza wa jalla mësoj neve, se kujt me adhon dhe si me nxerr për ata duhet të nxitojmë sa më parë, që të jemi bujar dhe të shërojmë shpirtin ton nga kopratësia, që të jemi nga shpëtimtar. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.